Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Fillimisht një herë ju uroj të gjithëve që të kaloni një të martë të bukur, një të martë të mbushur me shumë pozitivitet, me shumë energji të mirë, me shumë dashuri. Ditën e sotme do të flasim në këtë minutash për çfarë do të ndodh sonte në Big Brother. Sonte kemi Prime-in e radhës. Pritet në fakt të jetë një Prime shumë dinamik, një Prime që do të sjell banorët para një përzgjedhje të madhe. Ka shumë diskutime, ka shumë debate, ka shumë tema që në fakt janë hapur në shtëpinë e Big Brotherit, por një zarf i zi ndryshoi krejtësisht rrjedhën e lojës. Do me thënë Ina, nga mos respektimi që bëri drejt vëllaut të madh për lojën që vllau i madh kishte dhënë, produksioni vendosi që të sjellë një zarf. Do të thënë është Big Brotheri që mund ta themi me zë që ka të thyer rekord zarfash të zi vetëm për një muaj. Do të thënë nuk ka ndodhur më herët në Big Brother. Dhe të gjithë sy e vesh jemi drejt Top Channelit për të kuptuar se çfarë do të ndodhë sonte. Por ne kemi arritur të kuptojmë sipas rregullores së Big Brother çfarë penaliteti mund të jepet me zarfin e zi të katërt, pasi që do të thënë 3 zarfa të zi kanë qenë, një zarf i zi u tërhoq vetëm vërejtja e Caseyt drejt gjuhës që përdorte brenda në shtëpinë e Big Brotherit, zarfi i dytë i zi do me thënë e çoi në nominim Rogertin për gjithmonë, dhe zarfi i tretë i zi e nxori Caseyn nga shtëpia. Sonte është zarfi i zi i katërt. Në formatin Big Brother, zarfi i zi përfaqëson një nga masat më serioze disiplinore që vllai i madh merr ndaj një banori. Kur ky i fundit shkel rregullore në mënyrë të përsëritur ose në mënyrë të rëndë, do me thënë mos respektimi i Inës drejt urdhërave të vllaut të madh tregon që ka shkelur rregulloren rënd. Ndryshe nga vërejtjet verbale apo dënimet e lehta, zarfi i zi është një paralajmërim i fortë se banori ka kaluar kufijnë të tolerancës. Sipas rregullores së Big Brotherit, çdo shkelje vlerësohet individualisht, por gjithashtu merret shumë seriozisht historia e më përparshme e banorit. Do të thënë zarfi i zi nuk vjen kod, zarfi i zi vjen nga një sër dinamike që në fakt po ndodhen brenda në atë shtëpi. Kjo do të thotë se nëse një banor ka marrë zarf të zi për herë të katërt, do me thënë në këtë rast është për herë të parë Ina, por në qoftë se është zarfi i katërt, siç e themi ne, ato konsiderohen tashmë shumë të rënduar, pra persona që nuk kanë reflektuar pas ndëshkimeve të më përparshme. Do me thënë prite që të jenë dënime të forta. Çfarë nuk kupton zarfi i zi? Zarfi i zi zakonisht jepet për fyerje të rënda dhe të përsëritura. Dëgjoni mirë, kjo është nga rregulloria e Big Brotherit. Kërcënime apo sjellje agresive, fyerje të rregullave bazë të bashkëjetesës, mosbindje ndaj urdhrave të vllaut të madh, cënim të dinjitetit të banorëve të tjerë, sjellje që dëmton imazhin e formatit. Tani, këto janë disa pika, do me thënë kur jepet zarfi i zi. Kur një banor arrin në zarf të zi për herë të katërt, rregulloria sheh këtë si dështim të plot për t'u përmirësuar. Do të thënë kur banorët arrin për herë të katërt në zarf dhe realisht kanë arritur për herë të katërt. Penalitetet e mundshme për herën e katërt janë këto. Sipas praktikës së ndjekur në Big Brother dhe rregullores së brendshme, penalitetet që mund të aplikohen janë shumë të rënda dhe përfshin skualifikim të menjëhershëm nga gara. Ky është penaliteti më ekstrem dhe më i mundshëm. Vllai i madh mund të vendosë që banorët të largohen njëri nga ato menjëherë nga shtëpia që në fakt sonte mund të rrezikojë Ina, të humbas çdo të drejtë për çmimin final, të mos përfshihet më në votime apo në nominime. Edhe kjo mund të ndodhë, thjesht do me thënë të qëndrojnë në shtëpi pa çmim, pa votim, pa nominim. Dërgim direkt në nominim automatik, gjë që në fakt ndodhi me Rogertin. Do me thënë që banori të shkoj direkt e nominim, të mos të ketë të drejtë shpëtimi nga askush, apo të jeti ekspozuar ndaj votës publike pa mbrojtje.
Humbje privilegjesh dhe izolim është tjetra që mund të jepet sonte. Izolimi i përkohshëm nga banorët, që do të thonë mund ta ndaj nga shtëpia, humbja e çdo privilegjit në shtëpi, apo kufizim në ushqim, aktivitete apo komunikim, mund të ndodhë që edhe në ushqim të preken. Paralajmërim final publik, do me thënë mund të shoqërohet me paralajmërim final. Çdo shkelje tjetër do të sjellë largimin automatik, nuk do të ketë më tolerancë apo shans të dytë. Tani, zarfi zi është do me thënë i katërti ndryshe nga zarfat e tjerë, por si që thash edhe ditën e djeshme, Ina luajti një strategji, do me thënë duke e ndjerë veten e saj krenare, ajo luftoi mes të vërtetës që tha Selin, sepse Selin që në ditën e parë nuk e ka dashur Inën, nuk e ka mbështetur, nuk e ka duar trokitur, do me thënë e ka pritur shumë ftohtë. Realisht Selina duhet ta pret, kështu jo Selin, por nëse gjithsesi banorët aty do me thënë faktorizojnë situata. Dhe Ina luajti këtë lloj mekanizmi vetëm e vetëm të prishën këtë televotimin dhe deri më tani në aspektin e lojtares është treguar lojtarja më e fortë, sepse asnjë nga lojtarët e tjerë përpos Caseyt nuk kanë prishur televotimin, do me thënë e dyta është Ina. Tani, sonte do t'jepet vendimi nga vllau i madh dhe me patjetër njëri nga banorët në një farë forme do të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Do me thënë, pritet të jetë një prime shumë i nxehtë, një prime që do ta vërë në përballje Selinën dhe Inën, dy vajzat të cilat luftuan masovikisht që të luajnë dhe të ruajnë lojën e tyre. Do me thënë, Selina dëshironte të bëhet faktori që unë e kam nxjerr Inën nga shtëpia me kombinimin që bëra, Ina në anën tjetër, do me thënë, shkatroi krejtësisht kombinimin dhe e çoi komplet shtëpinë në rrezik, është komplet shtëpia në rrezik, do me thënë sonte pritet të jetë një natë shumë e gjatë, një natë me surpriza, por edhe një natë me shumë debate. Ka patur debate jashtëzakonisht të larta, ka patur debate të tipit të ndryshëm brenda shtëpisë, ku janë përdorur edhe gjuhë rrejtje, edhe gjuhë fyese, edhe gjuhë inati. Do të thënë sonte ndoshta do të jepet edhe videoja se çfarë në fakt ndodhi mbrëm në verandën e televizionit Top Channel, konkretisht në shtëpinë e Big Brotherit, më falni. Do të thënë çfarë ndodhi aty, çfarë ishin ato zëra, pse u ndalua transmetimi për një periudhë të shkurtër kohore. Të gjitha këto në fakt do të fliten sonte dhe të gjitha këto do të jenë sonte pjesë e prime-it edhe pjesë e diskutimeve në Big Brother VIP Albania. Do të thënë, penalitetet janë të ndryshme, me patjetër që një penalitet do të jepet nga zarfi zi, ndoshta i gjithë grupi i Inës mund të pozicionohen në një vend tjetër, të marrin ndonjë dënim, mund të burgosen, do të thënë i gjithë grupi nuk dihet se çfarë dënimesh të ashpra mund të merr vllau i madh.